Ne si Partia Demokratike e Kosovës i kemi bërë kërkesë zyrtare sot që ai ta ushtroj detyrën e vet në bazë rregullore të punës të Kuvendit, ta respektoj ligjin, ta respektoj Kushtetutën dhe ta rreth seancën në mënyrë që të konstituohet Kuvendi, gjithashtu edhe subjekteve të tjera politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës ja kemi dërguar ftesën që nesër në orën 11 të jenë prezent. Partia Demokratike e Kosovës do të jetë prezent. Aleonca është përgjigj pozitivisht dhe presim që do të përgjigjen edhe subjektet e tjera për shkak që është obligim kushtetues moral i secilit prej neve që të jemi në seancë dhe ta funksionalizojmë Kuvendin e Republikës të Kosovës. Situata në të cilën jemi duke kalu, ne bashkarisht jemi duke marrë aktivitete e reagime edhe publike. Sot kem pas një aktivitet në orët e hershme të mëngjesit, si rezultat që me i bë kërkesë deputetit Kurti, që është njëherë edhe kryetari i lëvizjes vendosje, me ushtru detyrën e vet si deputet i Kuvendit të Kosovës, me funksionalizu Kuvendin, i ka votat edhe për qeveri, dhe mandej të çështja e presidentit është çështje marrëveshjes politike, është çështje që do të më mrri konsensusi dhe pa paraqyku pjesën e marrëveshjes, ai nuk mundet me defunksionalizu Kuvendin me qëllimin që me tentu me shantazhu subjektet politike ose me zgjedhje, po përtej saj me tentu me imponu qasje autoritare që është shumë e dëmshme sot për vendin dhe është mesazh i fuqishëm dhe pres reagim të gjithëve, edhe juve mediave, po dhe qytetarëve të Republikës të Kosovës dhe i falenderoj që janë duke reaguar çdo ditë, dhe sigurisht që reagimi do të rritet vazhdimisht, sepse pushtetin autoritar, qasjen autoritare nuk e lejon kërkush. Kto që po e shohim, që jemi duke jetu, duke ndje bashkarisht, që është duke u cënu rani kushtetues, duke u cënu mos funksionalizimi i Kuvendit të Kosovës. Nesër mundet me ndodhë edhe një punësumë në administratë publike. Mundet pikosh me thonë shkon shpejt del prej pune. Mundet shteti një biznes me shku me mbyll. Pra, po flasëm për situatë jo normale, të pa imagjinueshme, të pa përjetuar ndonjëherë në Kosovë, prej vitit 99 këndej. Pra, është rrezik për themelet e shtetit të Kosovës, është rrezik për strukturën e shtetit të Kosovës dhe është qasje që tenton me shantazhu edhe me errëxu subjektet opozitore, po Partia Demokratike e Kosovës besoj shumë edhe subjektet e tjera dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës mbi të gjithë nuk shantazhohen, nuk dorëzohen dhe nuk i nënshtrohen kësaj qasje abuzuese autoritare që është duke ushtruar deputeti Kurti.